Niveli i prurjeve të lumit Vjos mëngjesin e sejntes ka arritur thuajse në pikë kritike të 7 metrave. Përpasoj janë shfaqur edhe përmbytjet e para të zonave pranë shtratit në zonën e Novoselës, ndërsa uji ka depërtuar edhe në oborret e disa banesave aty pranë. Mjetet të ushtrisë dhe emergjencave civile punojnë pranë shtratit të lumit, duke përforcuar mbrojtjen ndaj prurjeve. Situata cilësohet si kritike, ndërsa janë realizuar edhe evakuimet e para të banorëve që ndodhen pranë shtratit të lumit. Të dhënat paraprake flasin për një shtim të prurjeve edhe në orët në vijim, për shkak të rresheve që kanë rënë në gjithë zonën jugore të vendit, por edhe në Greqi nga ku buron Vjosa. Por vetë banorët të zonës shprehen më optimist, duke u nisur nga eksperiencat e tyre të mëparshme. Mendon se mund të dali? Po s'fryti herë nuk dele. Po fryti herë? Se era blokon brygderdhjen atjen edhe ajo e blokon, era. Keni rritur vigjilencën? Po pa tjetër ashtu vigjilencë jemi ne. Si e shihni situatën e Vjosës sot? Po nuk është keq. Pse? Te nuk doli zor dali, nuk. Ku e ke banesa, apo e ke lash? Vjohet në Levan. Rrezikon ti? Rrezikojmë, po qa të bëjmë, qa të bëjmë. Sa kaq, përmbytjet janë shfaqur edhe në tokat bujqësore të fushës së Maliqit. 10 hektar me tokë bujqësore të mbjella kryesisht me patate dhe grur janë në ujë. Fermerët e zonës tregojnë se dëmet janë të pariparueshme në kulturat bujqësore. Ka ndodhur një përmbytje për shkak të mos kanalizimeve të këtyre të gjithave. Edhe janë përmbytur të gjitha grunjat, janë 300 lyp patate, janë 300 grur, gjë që nuk riparohet me fare. Me thënë, janë gjithçka të mbaruar kalben, çdo gjë. Bi 250 milion. Me thënë, tër mundin edhe tër sakrificën e jetës. Në Yglindje ka problematik edhe me furnizimin me energji elektrike, ku raportohen të paktën 1700 familje në gjithë qarkun e Korçës, të cilat nuk furnizohen me energji për shkak të defekteve në linjat e transmetimit të ndikuara nga kushtet atmosferike.